Opozita bojkotoi sërish Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale duke bërë që majoranca socialiste të vijojë planin e saj për ndryshimin e përbërjes dhe bashkëkryesisë. Arbian Mazniku në mbledhjen pa kuorum të komisionit në mungesë të opozitës, theksoi nevojën për të ecur para pas 2 muajsh vonesash, me qëllim që në korrik reforma të votohet në parlament e të jetë gati për të aplikuar në zgjedhjet e ardhshme lokale. Nga nevoja e jashtëzakonshme që kemi për të realizuar këto objektiva, i kemi kërkuar javës që kaloi parlamentit që të ndryshojmë mënyrën si është formuar komisioni, duke shtuar thjesht një antar në anën e majorancës, në mënyrë që të krijojmë një mekanizëm zhbllëkues. Por dera avion të jetë e hapur për opozitën. Kjo s'do thotë që opozita s'është në komision, opozita do të jetë gjithmonë e pritur në komision. Nga bashkëkryesitë kalojmë në një proces kryetar nën kryetar, fillojmë të punojmë për këtë proces. Bëri të ditur dhe planin e punës që do të duhet të realizohet në vijim me apo pa opozitën. Që në muajin shkurt, komisioni do të jetë ndarë në 3 grupe të mëdha, të cilët secili grup do të mbulojë 4 qarqe për diskutuar në gjithë territorin në raport me problemet, nevojat dhe sfidat që pushteti vendor ka përpara. Në muajin mars do të kemi fazën e dytë konsultimeve, e cila do jetë faza e konsultimeve tematike. Njëri grup do të merret me territorin dhe qeverisjen, grupi i dytë do të merret me funksionet e pushtetit vendor dhe grupi i tretë do të merret me financimin e pushtetit vendor. Të gjitha këto diskutime mlidhen së bashku dhe në muajin prill-maj do të fillojmë procesin e hartimit formal të ligjit. Kreu i grupit socialist Tauland Balla, pas mbledhjes së grupit, seancën e fundit të korrikut e shikon si afat për miratimin e reformës territoriale, për patje dhe një paralajmërim për reformën zgjedhore. Nëse nuk ka reflektim dhe Shqipëria është e detyruar që të ndërmarrë edhe një reformë të thellë zgjedhore. Referuar këtyre parashikimeve, zgjedhjet lokale të pranverës së vitit që vjen do të duhet të zhvillohen sipas ndarjes së re territoriale, ku socialistët theksojnë nevojën për uljen e numrit të bashkive e demokratët për një rritje, me pretendimin se kështu shkon shërbimi më pranë qytetarit.